E di, sa po vjen vera, gjithë mendojnë për rërën e nxehtë, për zhurmën e dalgëve dhe për Bregdetin. Por jo gjithmonë e gjejnë qetësinë atje. Prandaj shumë prej nesh përballë detit zgjedhin këtë këtu. $750 metra mbi nivelin e detit, në Lek Bibaj, është hapur resorti më i ri, Lala quhet, por si erdhëm ne deri këtu? E lam Tiranën kaotike me trafikun e kudo ndodhur dhe pamja e parë e bukur që na shfaqet përpara makinës janë këto dhi, që duket se po na tregojnë rrugën e shtruar drejt Komanit. Ne ishim edhe vitin e kaluar nga këto anë ku vizituam lumin e Shalës dhe realisht rruga ishte për faqet zezë. Ma dëgjon fjalën qeveria mua, sa thash vjet shtrojeni rrugën, si vjet e kishin shtruar. Sikur kjo të funksiononte, nuk do pushoja së kërkuari, edhe pse kur bëhet fjalë për vendin ton, s'më goja. Mundohem të bërtas çdo padrejtësi. Parkuam makinën ton pranurës dhe morëm rrugën drejt stacionit të varkave. Mirë se erdhët në Tajlandën e vogël të Shqipërisë. Liçeni i Komanit, i krijuar në vitin 1985 pas ndërtimit të hidrocentralit të Komanit mbi lumin Drin. Dhe nga Komani kemi marrë një skaf për të shkuar në destinacion. Ai u ndërtua kryesisht për prodhimin e energjisë elektrike edhe është pjesë e kaskadës hidroenergjitike të lumit Drin. Liçeni ka një sipërfaqe prej rreth 34 km² dhe shtrihet mes zonave malore të qarqeve të Shkodrës dhe Kukësit. I rrethuar nga male të larta dhe peizazhe mbreslënse, ai njihet si një nga destinacionet më të bukura turistike në Shqipëri. Sot, përveç rolit të tij në prodhimin e energjisë, liçeni përdoret për transport ujor, peshkim dhe turizëm, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitorë, ndërto edhe ne. Teksa po i afrohemi molit të varkave në fshatin Palç në Lek Bibaj, Arturi dhe Bekimi na thanë se këtu mund të vish edhe me varka të vogla apo tragetin e linjës që shkon në Fierz me një pagesë prej 600 lekësh për person. Vendodhje unike, mbi liçen dhe natyrë, akomodim komod, relaks dhe qetësi në ajër të pastër. Për të ngjitur te ky agroturizëm, na priste makina që ka vënë në dispozicion të turistëve. Janë vetëm 4-5 kilometra rrugë ngjitje që mund të bëhen edhe në këmbë për të shijuar më shumë natyrën. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches. Në zemër të Alpeve shqiptare, mes maleve madhështore dhe natyrës së paprekur të krajinës së Nika i Mërturit, ndodhet Lek Bibaj. Një nga zonat më të bukura dhe autentike të veriut të Shqipërisë. Kjo trevë njihet për peizazhet e saj spektakolare, mikpritjen tradicionale dhe lidhjen e fortë me natyrën. Mes fshatrave që ruajnë ende hijeshinë e jetës së qetë malore, spikat Palçi, një vend i bekuar me pamjen e jashtëzakonshme dhe ajër të pastër malor. Pikërisht këtu është vendosur Resort Lala, një nga agroturizmet që ofron një eksperiencë unike për çdo që dëshiron të largohet nga zhurma e përditshme dhe të shijojë qetësinë e natyrës. I rrethuar nga gjelbrimi dhe peizazhet mahnitëse të veriut, resorti kombinon komoditetin modern me bukurinë autentike të jetës rurale. Një nga atraksionet kryesore është pishina me ujë burimi, ku freskia e ujit natyror krijon ndjesinë perfekte gjatë ditëve të ngrohta të verës. Për ata që preferojnë aktivitete sportive, resorti ofron edhe fusha basketbolli dhe volejbolli.
tavolina ping-pongu, si dhe lojra të ndryshme në natyrë që e bëjnë qëndrimin më argëtues për të gjitha moshat. Çfarë të bë? Fiskulturë? Ajo është palestër në natyrë. Boll se u lodhe. Por ajo që të lë pa fjalë është pamja. Nga ky pozicion hapet një panorame mrekullueshme mbi liçenin e Komanit dhe vargmalet që e rrethojnë. Ne rezervuam një dhomë dyshe, 70 euro nata, me mëngjes të përfshirë dhe kërkuam me pamje nga deti dhe nga mali. Hoteli, sapo ishte hapur dhe mundësia e zgjedhjes ishte e madhe, pasi kishte dhoma bosh. Mund të them se ishte një strukturë ideale për të kaluar fundjavën me miq apo edhe me familjar këtu në maj të malit. Pasditja ishte po aq e qetë sa edhe dita, por me dallimin e vetëm të freskisë së mbrëmjes. Edhe pse e kishim marrë me vete nga një xhup të hollë, unë përsëri kam ftohtë realisht dhe po mbushe me ajër. Të jemi sinqert. Edhe pse dita ishte e gjatë dhe e lodhshme, dëshira për të parë se çfarë ka pas Kodrës nuk na mungoi. Sigurisht që nëse i keni parë edhe videot e mia të mëhershme, e keni kuptuar që atyre nuk i mungojnë edhe këto zona që janë më pak të eksploruara dhe më pak të populluara gjatë stinëve të verës. Dhe pikërisht sot kemi ardhur në Lek Bibaj dhe mbesoni, ajo që po shikoni në këtë vlog jam i bindur që do t'ju bëj të ndryshoni komplet planin e pushimeve tuaja të verës për këtë vit. Zbresim me njëherë poshtë pasi na ka marrur ria. Edhe restoranti më pëlqeu me ndërthurjen mes traditës dhe modernes. Kjo ishte edhe darka, e thjesht dhe me plot shije. Këtu mund të them pa frikë se çdo gjë është bio, pasi më shumë kushton ta sjellësh nga poshtë se sa ta bësh vetë këtu në mes të natyrës. Ja, kaq dua. Djath, turshi dhe raki. Your space, then pull me close. I read your silence louder than. Ka shkuar vonë dhe nesër na pret një ditë më e bukur se kjo. Dhe këtu gjej rastin t'ju ftoj të bëni like dhe subscribe nëse vërtet këto video ju pëlqejnë. I give you love, but you ration your. Dhe tani ka ardhur momenti që djegim kalorit. Të marrim malet, të bëjmë pak ecje në natyrë. Në fakt u nisëm me makinë pasi do të shkojmë të vizitojmë disa fshatra në Bjeshk. Nuk morëm ujë me vete pasi zona është e pasur me burime dhe rrugës mund të freskohesh me ujë mali. Tani jemi në bregun e Shëmhillit quhet këtu, fshati Salc të përpara. Atje është fshati Bris, kurse ajo qafa është qafa e Agrit dhe kufini administrativ që ndan Nikaj Mërturin me Dukaxhinin, me Shalën dhe Shoshin. A ka banor këtë afrim? Ka banor, aktualisht në Salc janë 4-5 familje që jetojnë. Janë kthyer disa, por rregullojnë shtëpiat, sipër atje Sokol Progni. Afrim, me çfarë merresh studi? Unë në profesion jam mësues, kam dhënë ferm timen, jam edhe guid. Guid turistike. Po. E morët vesh, nëse keni nevojë dhe vini nga këto anë, tani e dini se kush mund t'ua bëj guidën. Ne guidën kryesisht e bëjmë në majën e Rëshellit, është majë shumë e bukur. Ka borë akoma, është ngjitje e lehtë, mund ta bëjnë pothuajse gati të gjitha moshat. Dhe mos harrojmë se këtu në Palç kemi shpellën më unike, shpellën e Kolgegs, që ka 8 vite që speleolog nga Italia vijnë çdo vit. E pa eksploruar? E eksploruar tashmë, po shumë shqiptarë nuk e din. Nuk e din. Ku do na çosh tani? Kestani? Tani do kalojmë nëpër Bjeshkët e Salcës, masandej në okulin e Palçit, te një stan që është atje sipër. Okej, ikim. Me ne ishte edhe Besimi, ai që ndërtoi agroturizmin në Palç dhe nuk munda të ri pa i bërë disa pyetje. Ishte ma shumë ëndër në vetvete. E kisha ëndër për ta bërë një gjë, ë? Këtu tek toka e të parëve. Pra ne avëm edhe resort Lala. Lala ishte babai, ë? Lala ishte babai edhe si rregull
edhe meritote se ka qenë njëri që i ka dhënë gjithë jetën kësaj krahine këtij populli sipër. Po, është e vështirë me bë turizëm këtu në këtë anë? Ma se vështirë, po. Dal ka dalën. Kisme do e arrim. Do e arrim, ë? Të shkoft në barë. Një ndalesë e shkurtër për t'u freskuar ne dhe fëmijët, por pse jo edhe për të shijuar natyrën e virgjër të krahinës së Nika i Mërturit. Mund të pish ujë sa të duash dhe nuk ke fryrje fare. Këtu është edhe ndalesa e makinës, pasi tashmë ne do të ecim për rreth 15 minuta. Lule shtrydhe. Do me thënë këto janë bio. Bio. Prit, Vin kufi me Zotin. të rritura nga natyra. Gjysma t'jepja shokut. S'kam fuqi të flas. Natyra është shumë e bukur, është fantastike. Ofrime kemi me leje këtë çiften, ë, shotgunin çfarë është? Ka një vit e gjys, 2 vite që po punojmë, kemi me kamera kurth për t'i monitoruar ka shtegra. Aha, të bën kamera kurth. Po i kanë vënë ministria dhe për fatin e mirë, Nika i Mërturi është rezervat. Ashtu, ë? Ne nuk i nxjerrim për arsye që mos i dëmtojnë njerëzit, po janë plot. Do me thënë dhe ne tani mos i përmenim me emra. Mos i përmendim se sa është Do problem. na vinë gjuetarët, ë? Janë mund t'i gjesh tufat e dhive mbi 30. Dhi prej tegra? njërit. Ka pull mbi 10. Mos trego mo. Plot, jo s'do flasim. Mos trego mo. Edhe këto nuk duhet jepen. Mirë sërët, në radhë parë, këtu ndodhemi në bishtë e Palqit, tek stani im, e kam ndërtuar për para 15 vitesh. Tu kemi një fermë tonën që 6 muaj verë rrim këtu. Pra mas 3-4 ditësh do vinë lopë. ç'a bëni këtu? Këtu është vendi, po është e vetë, kullota është shumë e mirë, shumë e Kullota, pasur. Ne kemi dele, lopë, dhi, kuaj, terra, pula, që shumë familje tjera që janë këtu në zonë. Edhe në fund të qershorit vim dhe deri në nëntor. Deri në nëntor rrini këtu, ë? Po. Ke ndërmend të investosh, të bësh diçka këtu, një bujtin, një Po bar. tashi, kjo është restorant? stand vërtet, por ka 3-4 vite që kemi pas vizitor plot këtu. Keni pas vizitorë. Shumë. Nëse një turist si puna ime vjen në Koman, cili është itinerari? Tashi që ti mund ishe në të Koman, vjen? dje Isha për në fatë dhe Koman, rruga po. Komanit është drejt Ishte përfundimit, zbret nga makina në Koman. 3-4 skafe janë që mundën turistët që të vinë fshatin Palq. Janë komode shumë të bukura që i ka siguruar pronari Lala Resort Besimi. Në fshatin Palq, ne për fat kemi një shpellë unike, shpella e Kolgegës, është ujvara e Karmës. Nëse do të lëvizësh në krahun e Salcës të Brisës, ka një pamje magjepse, sepse është statuja e Jezu Krishtit, bjeshkët e Salcës. Kemi kullën e Delit Ahirit për ta vizituar kishin e vjetër të fshatit Palq, nëse ikën për në vranë. Është lumë i zi shumë i bukur me do vaska natyrore që janë të rralla në Evropë. Vafrim, po këtë çeke? Kjo është mjalt me hoje i gërshtenjes, provoje. Ky është kurativ, ë? Zbritja është më e lehtë. E bukura dhe e veçanta e këtyre vendeve është, të vendeve të izoluara, është se ti bëhesh, do bëhesh mik me të gjithë që punojnë këtu. Do t'ju prezantoj me shefin e kuzhinës, Mondi. Mondi, punë e mbar. Mbar pak si jeni, mirë. Qa puna gëthuan? Sot kështu specialitetet zonës. Specialitetet Mish me zonës. këpurdha pylli, patate të bëra vet, pasta që bëjmë vet këtu, bukën e misrit. Mro më thej që kelon Gjermanin, kelon Evropën me ardhë këtu. Qa të shtiu, pa i zotin. Problemi është që shumë vite në emigrim, duhem kthehemi në Shqipëri edhe
ti shërbejmë këto vendit tonë. Do me thonë, ti e more eksperiencën atje dhe pa e cilë këtu. Sepse është më mirë këto, kemi natyrën tonë, njerëzit tonë. Natyra jera është Edhe ato që kemi bërë atje, ta qenë përpara këtu. Si ndjen turistët kur vinë këtu në Shqipëri? Turistët ndjen shumë të lumtur sepse në Shqipëri është mikpritja, është ushqimi tradicional dhe bio, duke ndërthuar kuzhinë mesdhetare moderne me tradicionale. Është ushqimi i fshatit këtu, domethënë ku jemi mbjeshk male, kemi keca, kemi shinxha, kemi mishin e derrit tegër. Mondi, rrofsh. Faleminderit edhe ju. Faleminderit, kalofshi mirë. Dhe për gjithë ju që jeni të dyzuar për të zgjedhur pushimet mes turizmit malor apo turizmit bregdetar, sigurisht që këtu i keni të dyja. Edhe pishin, edhe mal. Se harrova, pishina është me ujë të pishëm. Kaq edhe për këtë video këtu nga Leg Bibaj dhe bashkë shihemi në videon e ardhshme dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tjera.